në këtë edicion do të ndiqni. Dënohen me burg të përjetshëm Naim Urseli e Granit Plava. Homazhe e Akademi Përkujtimore për heroin Fadil Hoxha. Handbollistët e vllaznimit sigurojnë pjesëmarrjen në play-off. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Naim Urseli e Granit Plava janë dënuar me burgim të përjetshëm e Kushtrim Kokalla me 30 vite burgim për vrasjen e Liridona Ademajt. Vendimi u përkrah në mas, ndonse për dënimin e Kokallës është paralajmëruar se do të parashtrohet ankesë. Të akuzuarit i gjykon. Të akuzuarit Naim Urseli dhe Granit Plava ju shiton dënim me burgim përjetshëm. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar sot me burgim të përjetshëm Naim Urselin dhe Granit Plavën, ndërsa Kushtrim Kokallën me 30 vjet burg për vrasjen e Liridona Ademajt më 29 nëntor të vitit 2023. Liridona Ademaj u vra në një rrugë në fshatin Bërnic të Prishtinës, teksa ishte në vetur bashkë me bashkëshortin Naim Urselin dhe 2 fëmijët e tyre. Naim Urseli, bashkëshorti të ndjeros Liridona dhe Granit Plava u shpallën fajtor për vrasje të rëndë. Plava u shpall fajtor edhe për armbajtje pa leje, ndërsa Kushtrim Kokalla u shpall fajtor për ndihmë në kryerje të vrasjes së rëndë. Sipas aktakuzës, Urseli kishte planifikuar vrasjen e bashkëshortes, me qëllim që të përfitonte nga sigurimi i saj jetësor në Suedi, në vlerë prej 260.000 euro. Kokalla akuzohet se kishte njoftuar Urselin me Plavën, i cili akuzohet se ishte dorasi. Plava akuzohet se kishte vrar Ademajn me armë zjarri, duke e qelluar në kokë, sipas ekspertit mjekoligjor. Sipas prokurorisë, ai kishte kryer vrasje në kombim të 30.000 eurove nga Urseli. Shpallja e aktgjykimit për të akuzuarit erdhi pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor dhe fjalëve përfundimtare të palëve, ku prokuroria kishte kërkuar burgim të përjetshëm për ta, duke argumentuar se vrasja e 30 vjeçares ishte kryer në mënyrë të planifikuar. Heroi Fadil Hoxha është përkujtuar sot në Gjakov në një akademi përkujtimore, organizuar nga Organizata e Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare të Kosovës dhe Shoqata e Intelektualëve Jakova, pas homazheve të mbajtura në varrezat të qytetit, pastaj përmes kumtesave të përgatitura nga profesorët Albando Bruna, Teuta Shala, bashkimisari Erush Disefa, u risoll në kujtesë veprimtaria dhe kontributi i Fadil Hoxhës. Është përkujtuar sot në 110 vjetorin e lindjes dhe 25 vjetorin e vdekjes, heroi i popullit Fadil Hoxha, me homazhet e varri i heroit, qytetare aktivistë organizatave të ndryshme nderuan kontributin e çmuar të heroit Hoxha. Pas homazheve, në një akademi përkujtimore organizuar nga Organizata e Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare të Kosovës dhe Shoqata e Intelektualëve Jakova, përmes kumtesave u risoll në kujtesë veprimtaria dhe kontributi i Fadil Hoxhës. Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Kosovës Degano Gjakov, Gazvend Hoxha, duke falenderuar të gjithë për prezencën, u shpreh se në këtë tubim përkujtimor nderohet figura e heroit të popullit Fadil Hoxha. Nderuar pjesëmarrës të këtij tubimit me rastin e 110 vjetorit të lindjes së heroit të popullit Fadil Hoxha dhe 25 vjetorit të vdekjes së tij. Më lejoni që në emër të Ovelanç të Kosovës dhe degës së saj në Gjakov, t'ju falenderoj të gjithëve që jeni prezent, intelektual, qytetar Gjakovës, familje dëshmorësh dhe të tjerë. Falenderoj që kanë gjetë mundësinë në rastin që të na nderojnë neve figurën e Fadil Hoxhës dhe të marrin pjesë në këtë tubim përkujtues. Profesor Albando Bruna në fjalën e tij tha se heroi Fadil Hoxha ka dhënë kontribut të vazhdueshëm në artikulimin e kërkesave kombëtare e sociale të shqiptarëve. Në sare të rolit e tij aktiv në luftën antifashiste nacionale çlirimtare dhe kontributin e tij të vazhdueshëm në artikulimin e kërkesave kombëtare dhe sociale të shqiptarëve, ai mbeti
deri në fund të jetës një figurë e respektuar dhe e vlerësuar gjithësisht në opinionin publik kombëtar dhe ndërkombëtar. Ndërsa drejtoresha në Institutin e Historisë së Kosovës, Teuta Shala, rikujtoi heroin si mbështetës kryesor të konsolidimit e themelimit të Universitetit të Prishtinës. A ndikoi drejt për drejt në krijimin e elitës së re intelektuale, e cila më vonë do të luante rol të rëndësishëm në jetën publike dhe kombëtare të Kosovës. Fadil Hoxha konsiderohet ndër mbështetësit kryesor të themelimit dhe konsolidimit të Universitetit të Prishtinës. Ai e kuptonte se arsimi i lartë ishte kusht themelor për emancipimin shoqëror dhe zhvillimin institucional të vendit. Tutje nën kryetari i OVL të Kosovës, Bashkim Hisari, veçoi heroin Hoxha si ndër personalitetet më të rëndësishme në historinë politike të Kosovës. Ai në ka dhënë një trashëgimi që nuk mund të përfshihet apo trajtohet në mënyrë të plot brenda një kumtese që zgjat 10 minuta. Sepse ishte një ndër personalitetet më të rëndësishme në historinë politike të Kosovës. Për profesorin Rushdi Sefa, Fadil Hoxha mbetet figurë tipike e historisë, duke vlerësuar thellë veprën e të ndjerit. Figura e tij nuk mund të redukohet në dëmëzjen të vetëm. Në këtë kuptim, heroi Fadil Hoxha mbetet një figurë tipike e historisë sonë, një figurë që ka jetuar dhe vepruar, në thojza, në gojën e ujkut, siç është thënë shpesh. Dhe ndoshta vetë ai e ka përmbledhur më së miri këtë realitet me fjalët e tij të thjeshta. Aq kemi ditur e aq kemi mundur, duke bërë të pamundurën. Kjo fjali nuk është vetëm një justifikim, është një reflektim i një brezi të tërë që përballë me zgjedhje të pamundura, ku çdo vendim kishte kosto dhe asnjë rrugë nuk ishte e pastër, por e minuar. Fjalën përshëndetëse të tubimit përkujtimor e dha Lek Hoxha, kryetari i OVL të Kosovës, njëherët djali i heroit Fadil Hoxha, duke shtuar se në këtë përvjetor të dyfisht, ponderojmë një epokë të tërë të historisë së Kosovës. Sot në këtë përvjetor të dyfisht, 110 vjetori i lindjes dhe 25 vjetori e shkuarjes në amshmim të Fadil Hoxhës, ne nuk po nderojmë thjesht një emër, po një epokë të tërë të historisë sonë kombëtare. Sekretari i organizatës së Vllaçit shohte Fadili komandantin që në ditët më të errta të njerëzimit ditë të rreshtoi Kosovën në anën e duhur të historisë. Ai e kuptoi herët se pa mposhjen e fashizmit, liria e Kosovës do të ishte pamundur. Ndërka që reagime pati nga balli kombëtar demokrat shqiptar, të cilët mbajton një protest kundër glorifikimit të komunizmit në Gjakov, të pranishmit me pankarta në duar, përcollën mesazhe jo glorifikimit të figurave komuniste, jo komunizmit, vrau kombin ton, dhe nuk e harroj masakrën e burgut në Gjakov. Mes tjerash nga balli kombëtar, u tha se do të vazhdojnë traditën historike të luftës për një Shqipëri të lirë, demokratike dhe kombëtare. Përfaqësues nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë kanë qëndruar sot në Gjakov. Ata kanë vizituar disa lokasione në Gjakov për të njohur më mirë me problematikat që lidhen me kompetencat e Ministrisë në fjalë. Ura fshatit Vogov të Gjakovës është ndërruar në një urë që e lidh komunikacionin me fatalitetin. Në këtë urë, përveç aksidenteve me dëme materiale, kanë ndodhur edhe ato fatale. Në paraditën e sotme në Vengjare, ka dalur zëvendës Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit së bashku me ekipin e tij për ta parë nga afër problemin. Mund ta quajmë edhe ura vdekjes, sepse këtu minimum ka pas 10 aksidente, me fatalitet ka pas dikon rreth 3 ose 4. Ne si ministri kemi marrë qëndrim që ta fillojmë më njëherë rekonstruimin e urës, mënyrë që ta përshtasim urën me lëvizjen e qytetarëve, me komunikacionin e automjeteve dhe të madhrave. Siç po shihni, rrezja e kthesës është më ashpër se që lejohet sipas kushteve teknike. Andaj sot me Departamentin e Infrastrukturës të Ministrisë së Transportit dhe me kompaninë projektuese kemi dalë me inspektu terrenin dhe me caktu një zgjidhje e cila do të kishte me qenë shumë ma përshtatshme për lëvizjen e madhe dhe të njerëzve. Po ashtu, ai vizitoi edhe urën e fshatit Moglic, që në vërshimet e fundit nga rreshtit ishte e pakalueshme.
Pikrisht për këtë arsye sot kemi dalë këtu me ekspertët dhe me Departamentin e Infrastrukturës me shqyqu mundësinë e rikonstruimit të urës, ngritjen e urës në nivelet më të mëdha, mirë që mos ndodh prapë siç po ndodh, si zakonisht ndodh çdo vit në pranverën vjesht, besa dhe ndimër që vërshimet janë aq të mëdha sa që ura, domethënë mbushet me ujë dhe nuk ka qarkullim. Përveç tjera është edhe rrezik se mund të vjen direkt te ndëmtimi i urës. Gjatë rrugës, ata u ndalen për të shikuar nga afër problemet të shtratit të lumit që ka lënë në fshatin Vogov. Në këto 2 ura, që një kohë të gjatë ka pasur probleme rreth infrastrukturës rrugore, duke shkaktuar probleme të shumta. Roblox është një videoloj virtuale i cila po fiton popularitet anë mban botës. Kjo videoloj është një platform online ku tinejgjerët dhe të rriturit mund të luajnë shumë lojra që i krijojnë vetë përdoruesit. Mirë po profesionistët e fushës së teknologjisë thonë se kjo lojë tashmë vetë se ka prodhuar problemet e para te secila grup moshë që e përdor, e sidomos te fëmijët dhe adoleshentët. Platforma videolorave Roblox është një fenomen i cili kohën e fundit është duke u përdorur në masë të madhe nga të rinjt. Për ndikimin e kësaj platforme ka shpjeguar më shumë edhe ekspertja fushës së teknologjisë Lina Cana. E dim që Roblox është një platformë shumë e njohur, e cila ka ndoshta miliona përdorues për fat keq moshave të ndryshme, ndoshta deri në klasën e 9, domethënë të shoqërisë tonë, ku këta fëmijë e përdorin një herë fillimisht mund të ketë një atraksion ndaj tyre, mirë po nëse përdoret pa masë dhe pa kontroll, atëherë kjo mund të ndikojë edhe në sjelljen e tyre. Përveç këtyre rrezikeve që fëmijët mund të jenë të ekspozuar, ajo tregoi edhe disa sugjerime. Unë kisha sugjeruar që më shumë të përfshin fëmijët në sporte të ndryshme, në aktivitete të ndryshme, të cilat mund të ndikojnë pozitivisht në ngritjen e tyre. Roblox është platformë shumë vlefshme që punon në ndryshim të vazhdueshëm të lojrave online, kryesisht falas dhe shpesh të krijuara nga përdorues dhe zhvillues amator. Disa nga rreziqet janë ekspozimi i të mitërve ndaj përmbajtjeve si dhomat e dhunës apo veprimet e tjera të papërshtatshme si vrasja e grua shtatzën e të tjera që kanë ndikim tejet negativ tek ta. Rreziqet e tjera janë kontakti me të huaj, ngacmimet online, mashtrimi dhe ekspozimi ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme. I am gonna bite. Krahas shërbimeve tjera në Qendrën e Mjekësisë Familjare 1, funksionon edhe laboratori në të cilin realizohen një varg analizash për pacientët. Ekipi ynë ka qëndruar sot në këtë mjedis shëndetësor për të kuptuar më shumë se çfarë në të vërtet punohet në këtë mjedis shëndetësor. Laboratori biokimik në Qendrën e Mjekësisë Familjare 1 ka rritur kapacitetet e tij, duke ofruar më shumë analiza dhe shërbime për pacientët. Investimet në aparaturë të re kanë mundësuar kryerjen e një ser parametrash të rëndësishme, përfshirë analiza biokimike, hormonale dhe urinës. Punën e QMF-ni po realizohet fatmirësisht shumë mirë, falë një përgatitje shumë vjeçare që kanë stafi im, pastaj një punë të pamohueshme që e bëjnë. Gjithashtu ne kemi në dispozicion aparatura të reja që janë shumë më rëndësi për realizimin e testeve laboratorike. Disponojmë me disa parametra laboratorik shumë të rëndësishëm për shëndetin e pacientit, siç janë sedimenti i eritrociteve, pastaj është pasqyra e gjakut apo hemogrami me CRP. Pastaj janë disa parametra biokimik, siç janë glikemia, kolesterol, trigliceride, pastaj fraksionet e lipideve HDL, LDL, transaminazat, bilirubinat, acidi urik, albumina, proteina, do të thonë këtu janë disa parametra biokimik të cilët ne i punojmë në qendrën tonë. Gjithashtu edhe tremujori i sheqerit apo HbA1c-ja. Pastaj kohëve të fundit kemi filluar me realizimin e disa testeve hormonale që janë treshja e gjandrës tiroide, tiroksina, triotironina dhe hormoni tirostimulues. Gjithashtu edhe urinën e punojmë. Këto janë disa nga parametrat laboratorik të cilët ne i punojmë. Edhe besoj shumë shpejt kemi me fillu edhe me 2 parametra tjerë që janë asto edhe refi. Përveç gjerimit të shërbimeve,
Sfidë mbetet fluksi i madh i pacientëve që kërkojnë analiza gjatë ditës. Interesimi i pacientëve për realizimin e testeve laboratorike është shumë i madh. Ne kemi një fluks të madh pacienta këto, sigurisht që është e pamundshme të pranojmë brenda ditës një fluks të tillë për këtë arsye. Ne do të thotë punojmë me termine dhe terminet nuk zgjasin shumë, mirë po ka një kategori të pacientave të cilët i pranojmë edhe pa termin, siç janë gratë shtatzana, fëmijë të moshuarit, pastaj një kategori e disa patologjive materana që janë, do të thonë ato i realizojmë edhe pa termine, mirë po terminet nuk zgjasin shumë. Laboratori në QMF1 mbetet një nga pikat kyçe për shërbime laboratorike, duke synuar ofrim më të shpejt dhe cilësor për të gjithë pacientët. Handballistët e vllaznimit zyrtarisht kanë siguruar pjesëmarrjen në play-off si një mundësi e mirë për të vazhduar tutje. Trajneri Benon Brahushi thotë se për të përfaqësuar denjësisht klubin në këtë fazë dhe për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme, nevojitet mbështetje më e madhe financiare. Klubi i handbollit Vllaznimi ka bërë hap të rëndësishëm në Superligën e Kosovës, ku përveç synimit që të sigurojë mbijetesën, është kualifikuar në play-offin e garës. Për këtë sukses, foli edhe trajneri i skuadrës. Qëllimi kryesor mas inkuadrimit ka qenë stabilizimi i pozitës në Super League. Domthon, të jemi sa më stabil që mos të vim në pyetje me më rreziku prap. Po me organizimin pak klubit, domthon ka qenë një fillim shumë i mirë. Kemi arrit me afro lojtar që kemi pas shumicën e lojtarëve që kemi pas në për ekipe të tjera, edhe kemi kriju një ekip solide. Gjakovarët që u rikthyen në elitën e handbollit kosovar vazhdojnë të përballen ende me probleme financiare. Problemi kryesor është vështirësitë financiare. Na për arsye të në problemeve, domthon këto kanë qenë shumë të mëdha dhe janë prapë të mëdha. Po fati jon ka qenë që domthon lojtarët tonë domthon janë jo të kuptueshëm, po faktikisht ata kur nuk kanë kurzu mjetet materiale për marrë me lujt. Edhe kjo na ka pru edhe një frym në ekip, edhe faktikisht angazhimi kur s'ka mungu. Njëjtë ka me qenë edhe në play-off. Gjakovarët të dielën luajtën baraz me Besa Famgasi me rezultat 29-29 dhe zunë pozitën e 4 në 4-shën e play-offit me Kastriotin, Ravecin dhe Besën. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Dënohen me burg të përjetshëm Naim Urseli e Granit Plava. Homazhe e Akademi Përkujtimore për heroin Fadil Hoxha. Handballistët e Vllaznimit sigurojnë pjesëmarrjen në play-off. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjekni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Miropafshim.